Përshëndetje, mirë se keni ardhur në Istog në kazermën ushtarë të natës në regjimentin e 2 të Kamsërisë. Ju uroj mirë se ardhe, po ashtu do të jemi bashkë gjatë një aktiviteti ditor në kuadër të aktiviteteve ditore që janë të planifikuar në regjimentin e 2. Do të vazhdojmë të skuadra e cila pritet të dalë në terren për të realizuar aktivitetin e tyre dhe do të shohim në vazhdim si do të shkojnë punët. Pra skuadra, si thash, është e gatshme për me dalë në terren. Tash do të bëhet inspektimi para luftarak, me pa që pjesëtarët a janë të gatshëm edhe a i kanë gjitha pajisjet e nevojshme për me realizu misionin për cilën jemi ngarkuar me përfundu sot. Skuadra do të thotë është e gatshme dhe pritëm me lëvizje me dalë në terren. Posa që të kryet inspektimi para luftarak, do të vazhdojmë drejt lokacionit i cili është i planifikuar për me realizu aktiviteti ditor. Skuadra, gati, to! Me vete, pajisjet fëtatet aki. Aki pajisjet fëtatet me vete. Ujt me aftu shumë. Kjo me vete. Aki këtë pajisjet e nevajshë për tëre. Skadra, jasës, hau! Para, vash! Prej kur ka fillu, do të thotë kamuflimit të tij kushtohet një rëndësi e veçantë. Do të thotë që nga lufta e parë botërore, e tutje, pjesëtarët kamuflojnë veten dhe pajisjet dhe instalacionet e tyre. Është shumë e rëndësishme dhe jetike për realizimin me sukses të misionit. E sidomos për tokën e rikondicionit, që jemi na këto, do të thotë duhet çdo pjesëtar të jetë në gjendje që në mënyrë korrekte të kryejë kamuflimin e vet dhe pajisjeve të tyre, që të mund të kryej misionin e tij varësisht observim ose çka do që t'i caktohet misioni i tij nga komanda më lart. Pse gjërat shihen? Do të thotë kjo është një pyetje që gjithmonë ne duhet t'ia bëjmë vetit kur jena të dalë në terren ose kur jena të dalë në vëzhgim me vëzhguar armikun. Gjërat shihen për shkak të formës së tyre, për shkak të ngjyrës së tyre, për shkak të siluetës dhe për shkak të shkelcimit të tyre. Prandaj na tentojna, duke e analizuar këtë pyetje në trurin ton, na tentojmë kësaj pyetje me dhë përgjigje. Pse gjërat po shefkan? Sepse kanë formë. Atëherë tentimi jon duhet të jetë që na t'ia hupum formën, pajisjet tona që të mos doken si pajisje luftarake ose automjet nëse jemi të përdorur automjet e kështu me radhë. A ka pyetje? Jo. Nëse s'ka pyetje, atëherë i keni 5 minuta kohë, pas 5 minuta kthehemi këto gjithë pjesëtarët duhet të jenë të kamufluar. Kamuflimi i fytyrës me ngjyrë kamuflazh dhe kamuflimi i pajisjeve me objekte dhe mjete rrethanore. Rregull? 5 minuta kohë për këtë moment të shpërndar. Pasi që e majtëm ligjëratën rreth kamuflimit, e bëm një kamuflim të shpejt, korrekt. Këtu i kena 3 mostra, do të thotë që shëcekëm. Pjesëtari i parë këto, do të thotë
nuk i ka zbatu teknikat dhe rëndësinë e kamuflimit korrekt. Sepse ka bo veç pa kamuflim, do të thotë që shihet i ka bo veç 2-3 vija përqarse, as nuk i ka bazën, as nuk i ka kamuflu pajisjet, as nuk i ka hup formën e vet, as pajisjet tina. Do të thotë është kamuflim i keq për arsye që e kalon mongi shumë. Do të thotë kjo është kur një pjesëtar nuk është i trajnuar sa duhet dhe neglizhon punën e tij, nuk e kryen korrekt kamuflimin. Po ashtu do të thotë shihet që as s'ka dorza, as nuk i ka kamuflu dorë. Derisa te pjesëtari i dytë që po shohim, pjesëtari i dytë e ka tepruar me kamuflim. Do të thotë ka qitë qatë shumë kamuflim, sa që ja ka hup rëndësinë dhe kuptimin kamuflimit. Po ashtu që shihni me gjethe, kë e ka tepruar për arsye se ka të lëviz ka me bo shumë zhurëm, po ashtu distanca ose masia tina rritet dhe vrejet shumë ma letë. Pra, as ky lloj kamuflimit nuk është i preferuar. Dhe në fund e kem kamuflimin adekuat, ku pjesëtari në mënyrë korrekte ka kry kamuflimin. Do të thotë e ka bo bazën, vijat përqarse, po ashtu e ka hup formën e helmetes në mënyrë adekuate, ka vendos disa gjethe prej ambientit në cilën jem dhe do të thotë ju ka përshtat në mënyrë korrekte ambientit. Po ashtu i ka të vendosura dorëzat. Dhe do të thotë kamuflimi që dallon pi kamuflimit pjesëtarëve tjerë është kamuflimi i snajperistit, i cili në mënyrë pak më specifike duke i përdorur rrjetat e veçanta për kamuflim, po ashtu e ka kamufluar edhe snajperin e tina. Do të thotë edhe kapela e tina në këtë rast është një kapele e cila e mbron nga rrezet e diellit dhe nuk ja hup fokusin në target kur ka me godit. Pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës janë krenaria më e madhe e popullit, po për të mbajtur sa më lart të krenari, siç e patë edhe sot, ata punojnë shumë. Ishim sot me pjesëtarët e regjimentit të dytë në kazermën ushtarë të NATO-s në Istag. Pa ka ngritur lart, si luan krenar! Pa ka ngritur lart, si luan krenar! Me mure i thambatës jam në tokë të parë! Me mure i thambatës jam në tokë të parë! Fluturaj si shqipanje, si skiftër i kam syt! Fluturaj si shqipanje, si skiftër i kam syt! Jam krenar që jam ushtar, jam në tokë të dytë! Jam krenar që jam ushtar, jam në tokë të dytë! Uj kam lindur, uj doroj për jetë! Uj kam lindur, uj doroj për jetë! Jam komando, jam në tokë të tretë! Jam komando, jam në tokë të tretë! Shtëpi kam fushën, shtëpi kam dhe malin! Shtëpi kam fushën, shtëpi kam dhe malin! Inspirim për punën tonë kam Adem Jasharin! Inspirim për punën tonë kam Adem Jasharin!